Si jeni? Mirë? Patronazhim, ha? Ço bëhet? Si jeni? Mirë? Si jeni? Si dukesh? Mirë? Ço bëhet? Si jeni? Mirë? Si dukesh? Ço bëhet? Mirë? Organizuar punën në çdo njësi dhe njësia njështë është një prej njësive, pak gjitha strukturat tëra të janë të organizuara, po ka një shtab fantastik me historinë, me koordinatorët e grave, diasporës dhe koordinatorët elektoral. Ervina Bea kur bën një punë shumë të mirë, Anisa Arnaldo po ashtu, bashkëtarë Po dhe kush është? Është në Bursa. Da vajtë atje. Oj, s'ka shtu t'ja në llogari atje. I bëjmë gjitha punë. Tani ne jemi duke punuar kryeministër për objektivat, i kemi vendosur në kuadër edhe gjithë organizimit edhe listave paraprake, që kemi një objektiv ambicioz për njësim 1 edhe jam i bindur që do të arrijmë. Jam duke punuar, jemi duke punuar gjithë së bashku edhe këtu kemi një pjesëmarrje edhe në krahasim me rrjedhë të tjera shumë të lartë, edhe të grave në strukturat e Partisë Socialiste. Edhe duke qenë se gratë janë një forcë mbështetëse e madhe jona, puna që ka bërë edhe Anisa në koordinatoria e Adriano është vërtet shumë e madhe. Kështu që edhe dua të falenderoj. Jemi në punën e punës të gjithë shtatë. Çfarë bën? Gjerdan e dëgjoj 4 herë në ditë. Më thuaj. Unë jam koordinatora për diasporën, për njësim 1. Po që diaspora ishte mirë, arritët 100% objektive. Ishte fare. Në fakt jemi shumë të kënaqur me rezultatin dhe duam ta kthejmë fort në rezultat dhe në pjesën e pjesëmarrjes në votime të gjitha këto numra që neve kemi referuar deri tani. Me strukturën që kemi ngritur dhe me një rrjet shumë të mirë që neve kemi ngritur po bashkërisht me Ervinin dhe Mardean, sigurisht edhe me bashkëtarët. Mendojmë që do kemi një marrë shumë të ullët gabimi në gjithë shka që ne pretendojmë të arrijmë. Anisa, mirë? Jemi shumë mirë. Optimista më duhet, sa ditë që në derin për diasporën si që shumë optimista. Jo, realisht jemi shumë të kënaqur, frymën e kemi pozitive, pothuajse kemi mbyllur ecjen në teren bashkë me Ervinin dhe Mardean, njerëzit janë të motivuar, kështu që e kënaqur. Po ti? Edhe unë jam shumë e kënaqur, shumë optimiste. Ti kush je edhe para punës? Unë koordinoj agjendën e drejtuesit politik. Okej. Po ty që të nëzyra bëndë? Unë jam Megi, sekretare organizative, merrem me organizimin takimet që bën drejtuesi politik nga Alidemi deri në Shkodër. Jemi duke maksimizuar të gjithë patronazhimet reale të votuesve të sigurt të PS-s. Kështu që mendojmë që do arrim targetin që na është vendosur. Ja të shohin, shikoni një patronazhiste. Po. Ju duket e rrezikshme, ju duket si spiune. Ne jemi të gjithë pozitiv. Si spiune që hulumton jetën e njerëzve, asi ju duket. Se është e çuditshme. Këta i din patronazhiste si mora. Po, bebi patronazhiste i vogël. Është goca më çun. Çun. Çuni patronazhist. Po mëson. Këta nuk e kuptojnë fare që kjo është shkalla themelore e organizimit. Apo jo? Po ti ku je? Unë merrem pikërisht me organizimin, me logistikën më. Koçar. Merrem me organizimin dhe me logistikën. Po ti? Koordinatore e gruas. Me gratë mirë jemi këtu? Pjesëmarrjen e grave këtu, edhe në 2021 gratë na kanë mbështetur 51%, si në të gjithë vendin, kanë mbështetëse të forta. Kjo është një prej njësive që ne kemi marrë një rezultat shumë të mirë, në 2021 dhe 2023, 54%. Edhe jemi bindur që do ta fillojmë se me gjithë të ekip fantastik që është, edhe me punën që po bëhet, edhe kam bërë një agjendë shumë të mirë. Sa keni registrimin e diasporën këtu? 5121 Njësia të referuar, ndërsa nëse bëhet fakt vetëm për vota njësie, jemi në 1478.
Që dhe të në personjet sa të referuar? Të referuar i gjithë njësia një. Pra edhe për Edhe për të gjithë qarqet. 2480 votues ne kemi referuar për të gjithë qarqet e Shqipërisë. Ai qartë. dhe 1400 janë të Kemi njësisë. vetëm të njësisë tonë. Pretendojmë të marrim mbrapsht 1.000 vota për njësinë. Vot për njësinë numër 1. Po ju jeni kështu junior, ju jeni patronazhimi junior. Ha? Po çfarë merrni? Si i keni rrotull për e parë? Optimizm dhe pozitiv së gjithë. Atëherë neve kemi 1126 votues për e parë të njësia një. Nga këta 1126 deri tani ne kemi evidentuar një pjesë për 300 persona, dhe vetëm çdo ditë votojnë këto me evidentim. Nga këta që ne besojmë shumë fort që do votojnë Partinë Socialiste, bëhet fjalë për rreth 150 të rinj. Bjerë që këtë disë se kam si o dishka me vedem të të. Ja, në sluni si. Kjo është kurt. Me ju majt këtu. është kurt. Hame se e bashkë u për tyve. Amo për qarë hapë, nëse hapë edhe. Kapë aty si cili futbolë në kapë? Me që këti se ty të kemi po bravo. Ti e... Ma më mbaj gjithmonë me hapë. Ti ke hakë. A më të shi me e në shumë? Qa mua beri shi jo? Me e mërë zëtëri të shumë? Bëj si ku kam. Si vëtë kote, sigur. E pasaj dhe pëse ma hëngret, se s'ma një. Po jo se ishë. A më të një hapet? Qa po është? Pse, me kërëvinisi. Kemi dhe neve emocionet tonë. Të diasporës Mere, more. Ashtu. Mere. Nisa. Në regu, që dojtë amanë. Ti e din ke ngrënë. Jo. Mere. Me këtë. Edin, kjo është jotja. Kjo është jotja se e shëndorë, Gerda. O Gerda ka aty se kanë. Këta njësën e arë. Mirë se u gjeda. Kështu ju ashtë gjithmonë. Dhe kështu ju gjeqa gjithmonë. Kjo është me një fikse jo. O do marrë këtë dhe? Merë pra. Më merë pra. Se ajo s'arë dhe këto. Kretar, dhe kështë e gjithë atyre euroalternativëve. Me Qa? që realitet. Me që ishte Dhe i madhës, o? Luri. Do shumë. A i kështu tot, pa i s'ka rëndësi. Ati një murë mbrava i duhet të thëmë jam rali dem, jam kombinat, jam. Votuzve të parë, duhet me atë shumë qarë që duhet votojnë të majnë pasaportet BE-s. Në zhrasta. E kam shumë seriozisht, duhet me atë shumë qarë që këto vite të mandatit 4 dhe do bëjmë realitet gjënë më të madhe të mundshme dhe të imagjinueshme. Futje në BE dhe gjithë ju do keni pasaport BE-s dhe pastaj kush ju kap. S'kamin. Sepse është komplet gjë tjetër nga kjo sot. Ju keni parë ku shkoni jashtë. Ju keni shku jashtë. Keni parë ku shkoni të gjithë Dilte. Po, edhe fillon. Ku po shkon, me këje, kush të ka ftuar,
ke ftesë, sa lek ke me vete, ku do rish, ke hotel, kur do ikësh, pa hyrë akoma, kur do ikësh, edhe pastaj, kur shkon atje, sri do të kthesh, ose do të bësh si azilant, do të bësh si kurse me ato pasaport, s'kam, kalon bashkë me ata, shkon ku dush, në universitet je student i BE-s, nuk je student i huaj, s'ke tarif ekstra, s'ke kuot, nuk je te kuota dhe tjere. Në rast se ke problem qarqof shëndetësor, ke bulim si ata, do je në Francë, e ke si francezët, je në Poloni, e ke si polakët, njësoj, sepse është BE-ja, kudo. Pra, Shqipëria bëhet e madhe sa BE-ja, BE-ja bëhet sa Shqipëria për ju. Prandaj u ndodhi shumë studentë në Britanitë Madhe, kur ata dolën nga BE-ja, ikën shumë studentë, sepse u kthyen nga student BE-s në student huaj. Edhe duke kthyer student huaj ju shtrëntuan gjitha gjërat. Kështu që kjo është më konkrete, më e drejtë për ju, dhe për votues të parë, s'ka. Apo do shlioni TikTokun. Po ne TikTokun nuk e kemi mbyllur për gjithmonë. Ne TikTokun e kemi mbyllur për të garantuar disa filtra mbrojtës për fëmijët edhe për ju. Dhe po punojmë me kompaninë. Jeni në kontakt me kompaninë? Jeni në kontakt dhe ata praktikisht janë gati që të ofrojnë një shqiptim të gjitha këtyre termave që lidhen me algoritmet, në mënyrë që për ata mbi 13 vjeç të mundet që algoritmi të prodhoj informacione nga TikToku për shkencat, për teknologjinë, pra që mundemi që ata ne po bëhemi praktikisht një kazus. Ne u thamë që shikon, ne nuk e hapim në qoftë se juve nuk do bëni disa gjëra që garantojnë filtra dhe njohjen e gjuhës shqipe, që s'do e njihshim kurrë për ndryshe, dhe stimulimin e disa programeve që ata kanë për shkencat, për këto detyra që bëni në shkollë, edhe për fusha që janë të rëndësishme për ju, natyrisht edhe për pjesën e entertainment, por jo entertainment me pushkë dhe me lek që fluturojnë për qiellin e TikTokut. Ata na kanë thënë që do vim me një propozim konkret, unë jam thënë propozimin konkret bëni gati dhe do ta tregoni publikisht. Propozim konkret për ne nuk mjafton, duhet ta shohin gjithë njerëzit që këtu diçka ndryshoi dhe shqipja do të bëhet gjuhë e TikTokut. Kështu që kur t'jen gati, do vinë, po na dhanë këtë garanci, do ta rihapim. Tani ka filluar mbyllja, nuk bëhet më herë, se s'është kështu si dritë që fiket, po çdo ditë i ngushtohet gryka. Derisa brenda 10 ditësh, 12 ditësh, po thuajse mbyllet fare dhe pastaj në 15 ditësh i mbyllur. Po gjithmonë mbyllje për kohë të sferohet, pra nuk është që ta kërkojmë. Në momentin që ata plotësojnë këto kritere që ne kemi vendosur, ajo rikthehet, hapet, por me një modalitet të ri që jemi duke punuar së bashku dhe është e vërtetë ajo që do bëhemi kazus për shumë vende. Unë i thash atyre që shiko, mos e merrni mos e merrni si një gjë negative, sepse kjo do t'ju të vinë dhe vendet e tjera, nuk ka mundësi, nuk mund vazhdoj kjo historisht. Edhe ata me thënë drejtën e treguar shumë disponibël, mirë kuptues, shohim tani. Kemi hartën tonë këtu, në fakt neve kemi përfunduar gjitha ecjet dhe daljet në teren. Kemi lënë dy dalje, është pjesa e rrugës i Drilë Largu, dhe pjesa e Lana Bregasit, që unë nuk kam pasur rastin të kontaktoj se Po ti e këte, nga kjo zonë e... Unë gjyshi im ka bërë një shtëpi në vitin 1936 këtu përballë. Po si e dhe, ti jam ndej nga origjina e largët e jam ndej nga... Origjina e largët e shëndej... Se ty bufit thot Nipi e Veroshës.
Jo më dhe mund t'ishe se s'ka në jo. I gjë, të lindësh diku dhe të kesh prindër, ato prindër që ke, është një gjë që është fakt dhe nuk e ndryshon dot. Por po ti je realisht një Vjen Rogjës apo? Baba im nuk është djali i Enver Hoxhës. Dhe unë në fakt më shumë se me Enver Hoxhën bie më shumë kushëri me Musineko Kalari. Ja, që nga me krahun. Dhe në fakt Çaj, si e bie? falet doktorit. Është doktor, më dhe me doktor të shimë. Se keti që ke atë të demokratit, jo vitet 90, jo viri demokraci. Pjesë administratës ti. Edhe nuk i falet atij për sa i përket, sepse ai hyn te biografitë të tjerë, në fakt dhe bën të biografi, dhe këtë nga tres që bën të qëllimshëm. Dhe e ka ngatuar me qëllim, dhe thotë, nuk është një bim Musines, por është një bim Enver Hoxhës. Nuk është se kam një nostalgji, por i falet tash se edhe mosha bën vetën, një vit rresht e mbylli rrugën Mustafa Matoviti, një vit rresht, falimenton shumë biznes. Që i thonë rruga kësaj. Megjithatë kemi mbyll kapitullin, unë nisa hartën të shpjegoj, sepse është kapitulli i mbyllur. Tek zona 1707, aty ku kemi investimet më të mëdha publike, ku kalon në Nazaret, janë vetët e reja që janë bërë, është po kryse e gjitha në rekonstruksion, janë rrugët e aksesit, por rehabilitohet e gjithë zona, dhe në fakt aty kemi vetëm disa probleme për sa i përket disa legalizimeve të mbartura, ku objekti është i legalizuar, por trualli jo. Problemet e tjera që janë problemet e uzinës e autotraktorave, neve e cekëm bashkërisht edhe tek ritriti fundit pjesën e uzinës, e cila kërkon një leje zhvillimore, pra një plan zhvillimor, një master plan, ku ne do ta zhvillim sipas tipologjive të problemeve që janë në uzinë, neve e diskutuam, kurse pjesa tjetër është pothuajse janë problematika zonash shumë të vogla që kërkojnë vetëm përmirësime minimale në infrastrukturë, në shtrime, kanalizime dhe pjesë që i përkasin partikurisë. Është një zonë relativisht që Partia Socialiste i ka dhënë gjithmonë atë që Partia Socialiste meriton. E ka kthesën e parë këtu e ka marrë Livia Nikola. Livia Nikola ka marrë kthesën e parë, pastaj studoi gjëra të formsoi dhe okej, unë po ju lë. Anisa, të largohem. Që... Okej. Falenderoj. Ore do t'ja hani këtu, tani mos i leni edhe? Apo sa t'i unë do fshien këtu? Pafshi, në pafshi. Pafshi. Dhe dashuri më të madhe për ju. Dhe fiture. Inshallah. Mirë. Sjeri. Fitore, do të jemi të respektuar për ballë. Bravo. Hajde ti në nas. Kelmi edhe këtu me gjë. Sa kanë bërë Shkodër me Benet Besin. Seminare, savale tona. Hajde, në pashë.